konkurent vjen Sara me një stilim dhe një dizajn shumë të veçantë. Këtë verë 2026 mund të zgjidhni edhe këtë kostum, por mund të zgjidhni dhe Sarën si Miss Ferma Yamamay. Dhe vjen në sfilatën dhe pasarelën e Yamamay Soni Malaj. Ky është kostumi që ka zgjedhur Soni dhe kjo është pra zebra dhe kjo është edhe mënyra se si Soni ka stiluar me këto bizhu, me këto aksesor. Pak muzikë ju lutem, shohim këtë performancë. Soni konkuron për Miss Ferma Yamamay 2026 dhe presim në pasarelën e Yamamay një tjetër superstar, Moza Ahmeti. Moza ka stiluar veshjen e Yamamay, është një kostum trup bojqelli blu e bardhë dhe ka vendosur mbi to një rip, ka një varse të jashtëzakonshme, syzet, kapelen dhe takat e saj. Është një veshje e kompletuar jo vetëm për në plazh, por patjetër për t'u afruar më pas edhe pranë beach barit ton, ku kemi një super bariste për të shijuar këto koktejle. Ndjekim Mozën në këtë performancë të saj të jashtëzakonshme. Faleminderit të gjithëve! Këto ishin kostumet dhe kjo ishte pasarela për sot. Por çfarë ka vendosur juria jonë e dashur, Sorgini dhe Klevisa? Keni marrë një vendim apo ishte e vështirë për ju? Atëherë, neve kemi zgjedhur 4 finalistë për momentin. 4 finalistë. Që duan t'i shohim përsëri në sfilat. Po, cilët janë ata? Atëherë, finalisti i parë është Bujaka. Bujaka kalon në finale. Finalistja e dytë është Soni. Soni në finale. Finalisti i tretë është Romiri. Romiri. Dhe finalistja e katërt Sara. Ka janë 4 finalistët. Pra Bujaka, Sara, Romiri dhe Soni kalojnë në finale të Miss dhe Mister Ferma Yamamay. Ju lutem të kthehemi nga ana tjetër e pasarelës që të vim edhe një herë përpara jurisë tonë, e cila ka qenë me sa duket shumë e vështirë për jurin që të vendosi se cili do të jetë Missi dhe Misteri. Do të kalojmë andej, pra edhe njerë do të bëjmë të njëjtën xhiro. Ka qenë e vështirë për jurin ton që të vendosi se cili do të jetë Missi dhe Misteri i Ferma Yamamay 2026, kështu që kemi papritur një gjysmë finale, gjë që nuk e kishim parashikuar fare në skenar apo në skalet. Thjesht juria përballë këtyre kostumeve, këtyre performancave është ndjerë në vështirësi dhe ka nevojë të shohë dhe njëherë tjetër në pasarel konkurrentët tanë. Kështu që bëhemi gati për të shijuar edhe njerë një gjysmë finale të Miss dhe Mister Ferma Yamamay. Vjen në pasarel Romiri, edhe një herë tjetër për të ndihmuar jurin ton që të vendos nëse Romiri do t'jetë apo jo Mister Ferma Yamamay 2026. Romiri ka zgjedhur një performancë akoma edhe më të plot këtë herë. Ai nuk është vetëm në pasarel, ka marrë një shoqëruese shumë interesante, një nga simbolet kryesore të verës, një flamingo. Mos e prish gojen, ç'është kjo simbole? Simbole, ma pse është turpe? Vjen pas Romirit Soni për të treguar edhe një herë jo vetëm kostumin e saj Yamamay 2026, por edhe performancën e saj përpara jurisë tonë. Sorgini dhe Klevisa duket se kanë të vështirë të vendosin. I shoh që biseduan me njëri tjetrin, nuk vendosin dot. Po, është e vështirë, janë të gjithë shumë të shkëlqyer. Po, vjen Moza në një intro për të ndarë nga dy konkurrentët e tjerë.
në një performancë të vogël artistike, si një pauzë të themi, por faleminderit Moza për prezencën tënde. Dhe kemi dhe 2 konkurrentë të tjerë, kemi ende Bujakon, i cili performon tani, dhe kush mungon? Kush ishte tjetër, Klevisa? Se bëri Sara, okej. Dhe kemi, Bujaka, i cili performoj me kostumin e tij blu, ishte një performancë fantastike, nuk mbaron këtu, kemi dhe konkurentin e fundit të finales, Sara Karaj. Jemi pra në prag të shpalljes së kësaj finaleje. Kush do të jetë misi dhe misteri i Ferma Yamamai 2026 mes Sarës, Sonit, Bujakës dhe Romirit. Tani fjala është për jurinë e cila shpresoj që ta ketë vendosur më në fund. 4 finalistët ishin shumë të shkëlqyer, shumë të fokusuar në punën e tyre. Ju vlerësoj shumë për performancat e tyre, dhe ne kemi zgjedhur vetëm 2 emra. Po. Miss Yamamai është Soni! Soni! Atëherë ftojmë Sonin. Pasi të marrë dhe shuritin e saj si Miss Yamamai, është e lutur Soni në një pasarel. Miss Yamamai, Miss Ferma Yamamai 2026 shpallet Soni Malaj pas një vendimi të vështirë të jurisë. Sa të shkon më i Urime Soni. Dhe ka pak suspans, tension për misterin mes Bujakos, një fiziku të stërvitur, dhe Romirit, një performuesi i cili bëri një performancë, 2 performanca shumë të ndryshme nga njëra tjetrën. Kë ka vendosur juria, cili është misteri? Atëherë ne si një juri kemi vendosur që Mister Yamamai të jetë Romir Zava. Romiri! Për spektakli dhe performancë Romir, e prisje! No, nuk e prisje. Ç'është kjo? Urime! Shpallet Mister Yamamai. Atëherë kjo tregon se Ferma. po të kesh muskull mund të fitosh. Falenderoj shumë. Dhe shoqëruesja e parë misit Sara Karaj dhe shoqëruesi i parë misterit DJ Bujaka. Ju lutem, ju ftoj. Erdhi kurora me helikopter. Faleminderit. Erdhi kurora me helikopter. Bujo, të lutem edhe ti një pasarel për ta mbyllur. Presim dhe Bujakon në një pasarel të fundit për ta mbyllur këtë edicion fantastik. Bujo! Bravo Bujak! Shumë faleminderit të Atëherë ju gjithëve. ftoj në festën tonë të Shumë faleminderit të miseve. gjithëve për pjesë që organizua, që përkushtua kaq Vetëm me shumë kostumet e banjos, të këndshëm veror. Ne mbyllim këtu, kemi Miss Soni Malaj dhe kemi Romir Zallën, Mister Ferma Yamamai. Tani besoj është koha që të lajemi në pishinë dhe të shijojmë koktejlet e famshme. Mirë